Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier arrestuan shtetasin VG, 55 vjeç, pasi dyshohet se ka bërë veprime të turpshme ndaj mbesës së tij të mitur, pas kallëzimeve të marra dhe hetimeve paraprake që e lidhin atë me ngjarjen. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasit MM, 25 vjeç, banues në Roskovec pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, dhe AZ, 19 vjeç, banues në Fier pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje. Kurse specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AG, 47 vjeç, banues në Elbasan, pasi dyshohet se ka poseduar për disa vite në kundërshtim me ligjin një automjet që nuk ka qenë në pronësi të tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen ESH, 45 vjeçe, banuese në Ballsh, pasi bashkëshorti i saj ka kallëzuar se ajo është larguar nga banesa dhe ka braktisur fëmijën e tyre të mitur. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.